Nderuari Ibrahim Rugova me një intervist ka thonë: isha peng I Miloševićit, mund të më vriste, por duhej të shpëtoja jetë njerëzish. Hajde ta ndëgjojnë, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Le monde n'a toujours pas compris pourquoi vous avez apparu à la télévision avec Milošević. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais un otage ici, j'étais pressé, il faut comprendre, dans une telle situation, je n'étais pas avec ma désir, l'année dernière, je l'ai rencontré. Il n'y a pas eu de critique. Mais ils ne comprennent une chose, je regrette, qu'il n'y a pas eu de moyens de communication, il n'y a pas eu de journalistes. J'étais en prison. Ils vous ont menacé avec votre vie? Bon, c'est ok. Il y a de différentes gens qui... Mais c'est ça, c'est comme mais ça. Mais j'ai pas peur. C'est une chose passée. Unë pasha Zotin e madh, kur nuk më pasi natë për Ibrahim Rugovën, sepse është kanë edhe mbetet lideri maj mirë në shqiptari. Dhe më thonë, ky është I pari, Albin Shqiptaria I dytë. Unë e di që I nderuari Ibrahim Rugova nuk e ka bo këta keme dëshiren e vetë, sepse kë e ka ndje vetën 100% shqiptar, e aj që ndjen vetën 100% shqiptar nuk takohet me shef kur me një kasap Balkan. Prandaj, prej momentit kur e pata po këtë pjesë, unë e gjithë këmë thonë që Ibrahim Rugova është takue sherit që ju ka dasht ose u ka najsen rrezik Kosova prej kasapit Ballkanit. E prandaj nderuari Ibrahim Rugova e ka bë këtë takim. Unë po ja u garantoj me jetë që nëse Ibrahim Rugova I shkon gjallë që tash, unë të vetmit këtina ja kisha qit votën, sepse është kanë e është lideri maj mirë në shqiptari. Qysha u ceka I pari kë, I dyti Albin Shqiptaria.